jeni të gjithë të përqendruar për të kuptuar. Do shpëtoi Edi Rama nga drejtësia pas takimit me Trumpin apo jo? I dha dorën si dha dorën. Është pritja mjaftueshëm e ngrohtë dhe mbështetëse që ju të kuptoni. Kjo majorancë, kjo qeveri, shpëtoi nga drejtësia apo i ka punët keq? Sepse kështu është ka ta ndisur politika jashtme shqiptare. Ju, zonja ministre, jeni një konflikt interesi, jeni një konflikt të pastër interesi, për një arsye shumë të thjeshtë, sepse interesi shqiptarëve është që Shqipëria të integrohet në Bashkimin Evropian dhe rrjedhimisht të plotësojnë kushtet dhe kërkesat e Bashkimit Evropian, që do të thotë mbështetja e drejtësisë, kurse interesi juaj është e kundërta dhe në fakt ju po e bëni. Ju nuk po ndiqni interesin e shqiptarëve, ju po ndiqni interesin tuaj. Ju po merreni me drejtësinë, po sulmoni drejtësinë, po bëni ligje për të kufizuar dhe për të shpëtuar drejtësisë, ju praktikisht po bëni totalisht të kundërtën. Dhe është paradoksale, por janë pikërisht ambasadorët e huaj në Shqipëri që po bëjnë interesin e shqiptarëve, kundër juve. Ky është problemi, kjo është çmenduria.